Mesazh? Mendoj se Shqipëria duhet të eci drejt energjive të rinovueshme, nuk duhet ta devijoj fare pjesën e sektorit në teknologji tjera, sepse nëse ka një produkt sot real që ne konkurrojmë që nesër në Bashkimin Evropian, është energjia, qoftë për nga cilësia dhe nga çmimi, që do të thotë të prodhojmë të pastër dhe të lirë. Dhe mund t'ju sjell këtu edhe një shembull se doja ta thojmë parantezë të Spanjës, që është i vetmi shtet në Europë sot, që prodhon 50% më lirë çmimin e energjisë elektrike se sa Italia dhe 33% në mesatarin e gjithë Bashkimit Evropian. Dhe fal kujt? Fal teknologjisë së diellit dhe të erës. Kështu që kësaj duhet i besojmë dhe duhet të qëndrojmë edhe ta përcjellojmë në gjithë. Mesazhi im është i thjeshtë, që ashtu siç u shpik telefoni për të lehtësuar komunikimin dhe ndryshoi komplet komunikimi, ashtu siç u shpik interneti që ndryshoi komplet lifestyle-in e jetës, sepse nënat, prindrit që ishin emigrant, filluan të komunikojnë me fëmijët e tyre, tashmë po shpiket dhe jemi në fazën e inteligjencës artificiale, teknologjisë, robotizimit, për të lehtësuar punësimin. Dhe ne duhet ta shfrytëzojmë sa më shumë për të pasur punësim të suksesshëm. Unë them që ne nuk mund të konkurrojmë në asnjë drejtim në Evropë, e vetme gjë që mund të bëjmë është maksimizojmë prodhimin këtu brenda. E kundërshtoj atë pjesën e energjive të rinovueshme se është një skem shumë i madh. Spanja me qira llafi ka shkretë të tjerë. Jo, Spanja ka shkretë të tjerë. Hajde zhvillojmë e kam fjalën këtu. Ne keni ftesën të dy në studio, ta vazhdojmë. Sot që flasim janë akoma hidrocentralet e Enverit që na mbajnë. Se dhe e kam fjalën këtu. Ne duhet të rrisim prodhimin. Duhet të rrisim, mos përqendrohemi në një fushë të vetme. Nuk kemi për të bërë revolucion as në IT, as në energji të rinovueshme, as në bujësia së tjerë. Thjesht duhet të maksimizojmë sa resurse kemi, sa njerëz kemi dhe që t'i mbajmë këtu, kaq duhet bëjmë.